Yamal vjen për një lëndimit. Kemi pasur që s'ka luajtur në fund kampionatit edhe vazhdimësia në futboll do të thotë shumë. Ndërsa Mbappé po vjen për një momente shumë të mirë. Mendoj që nuk është në shtaj krahasimi i duhur sepse Mbappé apo bën një super kompeticion, ndërsa Yamal nuk është halon në nivelin e tij më të mirë. Unë nuk e shoh kështu sepse Mbappé është kampion bote, është një lojtar i dëshmuar, është gollashënuesi i dytë më i mirë në historitë botëroreve edhe kjo e bën pak diferencën në këtë aspekt. Yamalli do ta ketë kohën e vet për me dëshmu në kompeticione madhore, edhe pse nuk duhet me harru që është fituesi në fuqi i kampionatit evropian, që se arrin edhe kampionatin botëror në këtë moshë, atëherë Yamalli do të mbetet vetëm Champions League me Barcelonën që ta kompletoj atë trofeun, atë trofet ndoshta total që mund të fitu një futbollist. Besoj që presioni do të jetë mbi Yamallin më shumë, sepse Mbappé ka eksperiencën e duhur për me menaxhu ndeshjet e këtij niveli.